EU Reporter publikoi një artikull të gjatë disa ditë përpara seancës për masën e sigurisë ndaj kryebashkiakut Erion Veliaj, e cila zhvillohet në datën 24 shkurt. Publikimet e artikujve të tillë, të cilat hedhin tymnaja mbi paraburgimin në Shqipëri dhe i drejtohen në mënyrë të veçantë Veliajt, janë të përsëritura në Shqipëri, por edhe përtej kufive të saj, sa herë Veliaj ka një seancë të rëndësishme gjyqësore. CNA-TV ju drejtua me një email zyrtar zotit Colin Stevens, kryeredaktor i EU Reporter. Stevens thekson se ky është një publikim që vjen nga burime të jashtme që shprehin qëndrimet e tyre. Sipas kryeredaktorit të EU Reporter, opinionet e shprehura në artikull janë ato të intervistuarve dhe jo të EU Reporter. EU Reporter nuk ka qëndrim zyrtar editorial mbi këtë temë, thekson Stevens, duke rrëzuar kështu qëndrimet e lobistëve apo avokatëve për qëndrime të dhëna nga një media e rëndësishme në Europë. Artikulli në fjalë ju dorëzua EU Reporter nga gazetari i pavarur me qendër në Bruksel, zoti Martin Banks. Zoti Banks është vendosur qartë në artikull si autor i shkrimit. EU Reporter publikon artikuj nga një sër burimesh të jashtme që shprehin një gamë të gjerë pikpamjesh. Opinionet e shprehura në artikull janë ato të intervistuarve dhe jo të EU Reporter. EU Reporter nuk ka qëndrim zyrtar editorial mbi këtë temë, sqaron kryeredaktori Colin Stevens për CNA-TV. CNA-TV u është drejtuar me një email zyrtar personave të intervistuar, si dhe gazetarit që ka shkruar materialin dhe ka publikuar në EU Reporter, nëse është një iniciativë e tij personale apo është një kërkesë që vjen nga grupime apo interesa të caktuara.